إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta I takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allah I plotfuqishëm s'ka askush mund ta humb, dhe atë që Allah I madhruar e devion s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, I cili është një I vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I dërguar I Tij I fundit, I cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, sot ndodhemi në fund të muajit Rajab, një nga muajt që Allahu I madhruar I ka nderuar, dhe jemi në prag të Shabanit. Më pas vjen muaj I Ramazanit, muaj I shenjtë I Ramazanit, muaj në cilën besimtarët e adhurojnë, e agjërojnë këtë muaj, e pastrojnë shpirtin e tyre dhe kthehen tek Krijuesi I tyre. Muslimanët e hershëm, vëllezër të nderuar, nuk e kanë prit muajin e Ramazanit pa pritur. Faktikisht befas mi u ardh atyre. Mirë po, muaj më herët janë përgatit për këtë muaj dhe janë mundu me e planifiku jetën e tyre, kështu që të hyjnë në këtë muaj të përgatitur dhe kështu të kthyer tek Zoti I Madhërisëm dhe në këtë formë të shfrytëzojnë begatit dhe mirësit të cilat I sjell ky muaj I bekuar dhe të përfitojnë nga këto dhe të arrijnë kënaqësinë e Zotit të plotfuqishëm. Sidoqoftë, përmendja e kësaj dite, vëllezër të nderuar, nuk është qëllimi im që t'ju kujtoj ardhjen e muajit Ramazanit, por faktikisht kjo periudhë, pra periudha e fundit të muajit Rajab, më konkretisht dita 27 e muajit Rajab, karakterizohet me një ngjarje shumë të veçantë në historinë islame. Një ngjarje e jashtëzakonshme për të cilën do të flasim neve tash pak, dhe fjala është për natën apo ngjarjen e Isras dhe të Mirajit. Një ngjarje e jashtëzakonshme për të cilën besoj që shumica juve mos të gjithë keni dëgjuar se çfarë ka ndodhur. Ajo është ngritja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Mesjidul Harami, udhëtimi I tij nga Qabeja në Mesjidul Aqsa, pastaj ngritja e tij në qiell. Pra kjo është një ngjarje shumë e jashtëzakonshme që I ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një ngjarje që nuk ishte shpërblim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për rehatinë e tij, por forcim pas provës së tij, nderim pas dhimbjes që kishte dhe në rend të parë edhe mesazh për besimtarët në përgjithësi se pavarësisht rrethanave dhe pavarësisht vështirësive me të cilat njeriu mund të ballafaqohet, vërtet e rëndësishmja është që njeriu të forcojë lidhjen e tij me Zotin e plotfuqishëm. Prandaj sot në këtë hutbë, vëllezër të nderuar, do të flasim për këtë ngjarje, jo si rrëfim historik, me një fjalë me tregu ndodhinë edhe çfarë ka ndodhur, po si mesazh besimi për muslimanët në përgjithësi dhe si mesazh përgjegjësie që duhet me pas parasysh dhe në ajo që është e rëndësishme gjithashtu se duhet me e kuptuar se ky moment I ngjarjes apo I ndodhisë që I ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte një moment apo një ngjarje
që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë në gjendje të vështërsive në nivelet më të larta. Pra ishte në një rrethana, në një situatë kur ishte vdekur gruaja e tij Hatixheja, një grua që e kishte përkrahur vazhdimisht në sfidat e jetës. Pastaj mund në këtë kohë i kishte vdekur edhe axha i tij, Ebu Talibi, ku edhe ai e kishte përkrahur dhe mbrojtur vazhdimisht nga sulmet dhe sfidat dhe rreziqet me cilat kanosej nga armiqtë e tij, po gjithashtu në këtë kohë edhe ishte dëbuar dhe përçmuar në fakt nga banorët e Taifit, të cilët kur kishte dalë me i thirrë në Islam, çfarë kishte ndodhur, ata kishin sulmu, e kishin përqesh, madje të rinjit dhe fëmijët e laxheve të Taifit e kishin gjuajtur me gur për me përzënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga qyteti i tyre. Dhe të gjitha këto ngjarje, megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri durim, sabër dhe i tejkaloi me të gjitha ato peripetit me cilat ballafaqohej, megjithatë bëri sabër dhe i tejkaloi. Prandaj edhe në sirën, në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky vit quhet viti i pikëllimit, Amul Huzn, për arsye se këto rrethana dhe këto situata e kanë bë që për cilësit e sirës ta quajnë këtë fazë të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Amul Huzn, pra viti i pikëllimit për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për shkak këtyre vështirësive të cilat i kishte përjetuar. Prandaj mesazhi më i parë i cili faktikisht na drejtohet neve me e kuptu nga krejt ngjarja e Isras dhe Mirajit është, vëllezër të nderuar, na mëson parimin themelor se vërtet ngritja vjen pas durimit, lehtësimi pas vështërësisë dhe afërsia me Allahun vjen kur njeriu i bën sabër në sprovat dhe i tejkalon sfidat, atëherë edhe Allahu i Madhërisht ngrit dhe të shpërblen për sabrin dhe durimin që e ke bë në sfidat dhe pengesat me cilat ballafaqohesh në jetën tënde në përgjithësi. Për arsye se, vëllezër të nderuar, duhet ta kemi parasysh që Islami nuk premton njeriu të jetë pa vështirësi. Për arsye se kjo jetë, kemi përmend disa herë, është jetë e sprovave. Se cili njeri, a është kryetar shteti, apo më i pasur prej të pasurve, apo më besimtari prej besimtarve, apo më mëkatari prej mëkatarve, pa tjetër do t'i nënshtrohet sprovës. Çdo njeri, besimtar apo jo besimtar, do t'i nënshtrohet sprovës, po dallimi qëndron në faktin se besimtari e shikon sprovën me një sy tjetër për dallim nga jo besimtarët apo njerëzit të cilët nuk durojnë dhe nuk kalitin veten e tyre për mi te kalu sfidat e ndryshme në jetën e tyre. Prandaj, vërtet, Islami, që shtam, nuk premton vështërsi, nuk premton një jetë pa vështërsi, por i jap jetës kuptim, drejtim dhe shpërblim kur besimtari duron edhe mundohet duke u mbështetur në Allahun e Madhërisht me i tejkalu sprovat me cilat ballafaqohet, ashtu qysh pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka tejkalu dhe ka bë sabër gjatë këtyre ballafaqimeve në përgjithësi. Prandaj, vëllezër të nderuar, Israja dhe Miraxhi është një ngjarje simbolike dhe një ngjarje shumë e rëndësishme për besimtarin që e qetë në pah se kjo ka ndodhur në kohën kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kishte këto sprova, pastaj edhe Allahu i Madhërisht e nderoi dhe e begatoi duke i adhuru këtë udhtim dhe këtë takim me Zotin e Madhërisht në qiell, ku aty faktikisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa mrekulli të ndryshme, ashtu që shpjegon apo tregon edhe Zoti i Madhërisht në Kur'anin famlar në surën Al-Isra, ajeti i parë, thot Zoti i Madhërisht: Subhanalladhi asra bi'abdihi lejlan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Përkthimi, po thot Allahu i Madhërisht në këtë ajet: qoft i lartësuar Allahu që e mori robin e tij, pra është fjala për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nga Mesjid al-Haram, pra nga Qabeja ila al-Mesjid al-Aqsa, domon në xhamin e Aksas që është në Jerusalem, dhe
gjithashtu në rrethinën e secilës e kemi bekuar për t'i treguar atij disa nga mrekullitë tona, nga mucizat që Allahu i Madhërisht ja ka dëftu pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe e përmbyll ajetin kur thot innahu huwas samiul basir, vërtet Allahu është ai i cili dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Pra, ky ajet, vëllezër të nderuar, tregon dhe sqaron ashtu qysh kemi mësuar sipas besimit të ehli sunnetit se udhimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur me shpirt dhe me trupin e tij dhe i ka pa ato mrekulli që na i ka tregu edhe në hadithe të ndryshme na i ka përcjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa kur kujtojmë Isran dhe Mirajin, vëllezër të nderuar, po e shohim që ka qenë urtësi e Zotit Madhërisht që udhimi mos tjetë duke fillu prej Mekës apo prej Mesjidil Haramit direkt tek në qiej, por tjetë edhe një udhtim deri në Mesjidil Aqsa në Jerusalem për tregu edhe vlerën edhe rëndësinë e kësaj xhamie tek muslimanët në përgjithësi. Prandaj edhe ka qenë urtësi e Zotit Madhërisht që ky udhtim tjetë Mesjidil Haram, pastaj në Aqsa, në Jerusalem, pastaj të ngritet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lart në qiell. Dhe kjo na e bën të kuptojmë apo gjithashtu duhet ta në këtë rast do thotë që mos jemi indiferent ndaj atyre ngjarjeve derisa po e përmendim edhe Aksan, ndaj atyre ngjarjeve të cilat tash po ndodhin me njerëzit, me muslimanët në këto vende, të cilat ballafaqohen me vështirësi të shumta. E lutim Allahun e Madhërisht që t'i shliroj ata dhe t'i siguroj në këto vende dhe t'i shliroj nga armiqtë e tyre, e Allahu i Madhërisht t'u jap sigurinë edhe atyre dhe çdo njeriu i cili merr udhimin për të vizituar këtë vend të shenjtë, për arsye se gjithashtu edhe Aksaja, vëllezër të nderuar, ka vlerën e vet në Islam, ashtu sikur se Mesjidul Harami, po gjithashtu edhe xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, vëllezër të nderuar, dhurata më e madhe e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë udhim nuk ishte diçka materiale, nuk ishte vetë udhimi, por dhurata më e rëndësishme ishte mrekullia e obligueshmërisë së namazit që është bërë në qiellin e 7. Aty pra ka qenë urtësi e Zotit Madhërisht që ky obligim apo ky ritual namazi të bëhet obligim, ta bëj Zoti Madhërisht obligim duke qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në qiellin e 7, pra atje për tregu rëndësinë dhe rolin e rëndësishëm që ka namazi në jetën e besimtarit në përgjithësi. Prandaj themi me një fjalë, nëse dikush don me nderu këtë akt të Isras dhe Mirajit, jo si rrëfim historik apo simbolik e kështu me radhë, atëherë këtë më së miri e nderon dhe e respekton duke qenë vend këtë urdhër të Zotit Madhërisht që e ka bërë në qiellin e 7, duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Miraj dhe pra duke qenë vend dhe duke e zbatu namazin mirë ashtu që duhet, duke mos e neglizhuar atë. Prandaj vërtet ai njeri i cili i rrin gati namazit, ai edhe e ka kuptuar mesazhin e qartë të Isras dhe Mirajit, një ashtu edhe ja jep hakun edhe e ka marrë këtë mesazh edhe e zbaton ashtu që duhet në jetën e tij të përditshme. Prandaj secili prej neve le t'ia bëj pyetjen vetes, jo sa dim për Mirajin, po a jem duke qenë vend ashtu që duhet këtë obligim që është shpall dhe këtë ritual që Allah i Madhërisht e ka bë obligim duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Miraj. Prandaj lutim Allahun e Madhërisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith prandaj edhe thot as-salatu mi'rajul mu'min, vërtet namazi është miraxhi i besimtarit, për arsye se me faljen e namazit besimtari e lidh veten e tij me krijuesin e tij, me Zotin e plotfuqishëm, edhe komunikon me të ashtu siç e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë udhimit të haxhit. Lutim Allahun e Madhërisht të na bëjë nga ata të cilët vërtet e kuptojnë këtë mesazh të Zotit të plotfuqishëm në këtë udhim dhe të na bëjë të pastër në këtë dynja dhe në botën tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Të nderuar vëllezër, gjersa po flasim për ngjarjen e Isras dhe Mirajit, ndoshta është e rëndësishme të bëjmë edhe një sqarim për shkak se për të rregulluar një botkuptim ndoshta që ekziston në mesin e disa muslimanëve në përgjithësi. Ajo është se vërtet kjo datë dhe kjo ditë në cilën ka ndodhur Israja e Mirajit nuk ka ndonjë shenjtëri në vetvete. Me një fjalë, nuk është një natë e madhe që shtemi ne në gjuhën e popullit apo një ditë e veçantë ku besimtari realizon ndonjë ritual të veçantë apo specifik, sikurse agjerimi e kështu me radhë, sikurse që janë disa ditë veçanta ku preferohet të bëhen adhurime të veçanta, sikurse nata e Kadrit, pastaj 10 ditët e Dhulhijhes, dita e Arafatit, e kështu me radhë i kemi disa ditë caktuara në cilat besimtari preferohet me bë adhurime të veçanta në këto ditë, sikurse agjerimi apo falja namazeve të veçanta e kështu me radhë. Pra, e veçanta me ngjarjen e Isras e Mirajit është që kjo datë në cilën ka ndodhur kjo ngjarje nuk ka ndonjë specifik në vetvete, nuk ka ndonjë shenjtëri apo diçka të vlefshme në vetvete dita. Edhe për këtë shkak, në fakt, edhe nuk dihet shumë qartë kur ka ndodhur kjo ngjarje. Shumica e përcjellësve të sirrës thonë që ka ndodhur në ditën e 27 natën e 27 të Rexhebit, por ka edhe trajtime dhe komentime që ka ndodhur më herët ose më vonë, andaj edhe bashkë ky fakt pse muslimanët e hershëm nuk i kanë kushtuar rëndësi të veçantë datës së ndodhisë, po jap me kuptuar që nuk është të thotë e rëndësishme data sa është e rëndësishme ndodhia në vetvete. Prandaj themi që edhe pse thuhet që është do thotë në ditën e 27 të Rexhebit, megjithatë nuk ka ndonjë veçanti për me kryer ndonjë ritual të veçantë në këtë kohë apo në këtë datë të veçantë. Por kjo nuk do të thotë që ngjarja e Isras dhe Mirajit nuk ka rëndësi. Gjithsesi ka rëndësi, por rëndësia nuk qëndron te data, por te mesazhi. Dhe çfarë nënkupton vetë ndodhia e jo në ditën apo në momentin kur ka ndodhur kjo. Pra kjo nuk është e rëndësishme kur ka ndodhur, po është e rëndësishme çka ka ndodhur dhe cilat mesazhe i bark me veti kjo ndodhi e Isras dhe Mirajit. Prandaj kjo është ajo maturia fetare që duhet me pas parasysh besimtari, pra ta nderojmë dhe t'i nderojmë ato data dhe ato ditë veçanta që na ka mësuar Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar dhe pejgamberi unë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të ndryshme dhe të ndalemi aty ku ndalet argumenti. Lusim Allahun e Madhërisht me na udhëzoj zemrat tona, të forcoj besimin ton dhe ta bëj vërtet namazin një nga gjërat që më shumti e dojmë në jetën tonë, për arsye se kjo është ajo që ka na lidh neve me krijuesin ton. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون